Përshëndetje miq të dashur dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Muaji gusht është koha më e bukur për të përgatitur zahiret e dimrit. Sot do të mbledhim bashkë tomatet e freskëta, pomodorini nga kopshti dhe pak borzilok nga balkoni për të përgatitur diçka vërtet speciale. Domate të thata, të zhytura plotësisht në vaj ulliri. Një recetë e thjeshtë me aromë vere që do t'ju jap pjatave të dimrit një shije fantastike. Le të filloj me përgatitjen. Kam përgati tavën ku do vendosim domatet. Domatet mund t'i prisni në këtë mënyrë, në dy pjesë. Në këtë mënyrë më duket sikur dalin më shumë farat dhe lëngu dhe thahen më shpejt. I rëndisim bukur në një tavë. I vëm të ngjeshura, pasi gjatë tharjes ato do të kuren dhe do thahen më me lehtësi. Është një recetë që nuk kërkon shumë punë, por është e domosdoshme në periudhën e gjatë të dimrit. E mbushëm tavën plot me domate, i kam marrë fiks këto domate, i shtojmë krip të trash. Nëse do thahen në diell, nuk do vinë mizat nga kripa dhe nga piperi i zi që do t'i grim sipër. Pjekja e tyre mund të bëhet në gradacion të ulët në furr për disa orë sigurisht, diku te 70 gradë Celsius, por mund t'i thani fare mirë edhe në diell. Me këto temperaturat e larta nuk shkojnë më shumë se një javë. Ja dhe domatet e thata. Duhet që t'jenë larguar plotësisht lëngjet. Kur të vëm dorën te tuli domateve, tomatet mos të na e lagin dorën. Në këtë mënyrë i kemi tharë perfekt. Siç ju thash, mund t'i thani në furr ose në balkonet tuaja. I mbushim kavanozët me domate, jo të ngjeshura shumë, që vaji të futet gjithandej. Domatet jenë të gjitha të zhytura në vaj ulliri. Me këtë sasi unë mbush gati 2 kavanoza. Mbushim edhe kavanozin e dytë. Unë zakonisht domatet e thata i mbaj në frigorifer. Por nëse do jenë të zhytura plotësisht në vaj dhe mund t'i vini edhe një peshk sipër nëse dëshironi, mendoj se nuk prishen. Por unë dua të jem e qetë, ndaj i ruaj gjithmonë në frigorifer. Me që nuk mbush shumë kavanoza, 5-6 kavanoza janë okay për dimrin. I shtojmë pak rigon për më shumë shije dhe më pas gjethet e borzilokut. Mund t'i fusni edhe në brëndësi gjethe borziloku, por edhe në sipërfaqe hapet aroma e tij. Është momenti për t'i mbushur plot me vaj ulliri dhe ja ku i kemi gati kavanozat tanë me domate të thata. Me këtë ngjyrë të ngrohtë dhe aromën e borzilokut e rigonit, kemi ruajtur pak nga dielli i verës për ditët e ftohta të dimrit. Ju falenderoj shumë që më ndoqët. Nëse ju pëlqeu kjo recetë, mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe më tregoni në komente si i përgatisni ju zahiret tuaja.